U kam qenë dhe në qendrën e grave të dhënuara në Tiranë. Edhe ai filloi pije bixhozi ku u hapën këto. Ai mbas 90-s shkonte poshtë më poshtë. Kur plasën pasaj bërgjlik në derë, aty e kuptova se zvote dhe ai. Provova dhe shansi në fundit, erdha dhe këtu 6 muajt e para, vitin e parë si s'kam përfunduar në një psikiatri. Aq keq isha. Erdhi dhe një herë tjetër, mbas 2 vjetësh me emër të ndëkuar e këtej, bie zile se ja kishin treguar për shqiptarët e tjerë, e hapa se verdi keq për fëmijët, dhe ma kishin thënë policia. Kur të vi duhet lajmërosh, unë lajmërova në fakt, i thash mos e merrni ta çoni në përburgje, ai dori një javë do iki. Më kanë thënë polici, ki kujdes, shkaloj një javë, bileta ju doq, i thash djalit merri prej biletën se lek mos japësh ta i lite bixhos. Nxjerr dora valizën jashtë, ai mori një këto nga këto pllajt e trashë, u përdori këtej për pica. E ma ka dhënë kokës.